Të nderuar teleshikues, emisioni Gjurmët, produktet organike janë produkte të prodhimtarisë bimore ose shtazore, të cilat kontrollohen në të gjitha fazat e prodhimit dhe përpunimit, që nga hapi i parë e deri te konsumatorët. Këto produkte trajtohen pa përdorimin e inputeve dhe metodave që dëmtojnë njeriun, mjedisin ose ekosistemin. Zbatimi i këtyre praktikave ndikojnë në produktet organike të jenë më të sigurta, më të shëndetshme, miqësore për mjedisin dhe më të qëndrueshme. Një rast të tillë të prodhimeve organike, të cilat kultivohen, përpunohen dhe ambalazhohen në zonat e shijakut, ka sjellë në kryeqytet Goodies Farm. Le të ndjekim intervistat ekskluzive që dhanë për emisionin Gjurmët, bashkëthemeluesit e Goodies Farm. Na ndiqni për më shumë në emisionin Gjurmët. Marian, faleminderit që pranove ftesën e emisionit Gjurmët dhe mirë se u gjejmë në njërin nga pikat e Goodies Farm të ndodhur në zonën e Tiranës së Re në kryeqytet. Faleminderit për ftesën. Faleminderit dhe ju për mikpritjen, Marian. Si u lindi ideja juve dhe ortakut tuaj për të ngritur këtë lloj sipërmarrje që është orientuar në tregtimin e prodhimeve bio? Ne kemi nisur për nevojat tona personale me një fermë shumë të vogël që ishte në funksion të familjes dhe të disa të afërmëve për një arsye se nuk gjenim dot produkte cilësore në tregun shqiptar. Dhe ku konsistonte kjo fermë? Dhe ferma ishte me dhi, pula, rosa. Fillimisht kjo ka qenë ferma jonë. Dhe ku ishte instaluar në zonë të Shqipërisë? Në Fushpresë. Në Fushpresë, po. Ne nisëm me këto kafshë dhe shpend për nevojat personale, duke parë që nuk gjenim dot më, se unë vi nga Shijaku. Ortaku im Lilo vjen nga Vlora, në fshatrat e Vlorës, dhe ne për sa kohë ishim andej, kishim ushqime shumë cilësore, sepse në rrethe gjen akoma produkte shumë të mira. Pra organike, do të thonë. Në momentin që erdhëm në Tiranë, u përballëm me këtë pjesën që ku do gjejmë. Dhe filluam vetë me fermën duke prodhuar për familjet dhe vete. Prodhimi ishte goxha i lartë, pastaj dhe neve u gjendëm përballë një fakti që duhet dilnim treg dhe të shisnim produkte. Po, këto produkte organike. Po. Në momentin që dolëm treg, pam që tregu dyqane të ndryshme nuk e merrnin dot si produkt që ju dukej i shtrenjtë. Dhe në këtë mënyrë, duke u gjendur para faktit që prodhimi po shkonte dëm, u detyruam që të hapim një pikën tuaj, që të shkarkonim për ta bërë cikël të mbyllur, prodhim shitje. Dhe gjatë kësaj kohe u munduam që të shkonim në gjithë Shqipërinë për të gjetur furnizime të tjera plotësuese, për të plotësuar një gjysmë game të këtyre artikujve. Dhe sot që jemi pas 7 vitesh, është plotësuar e gjithë gama ushqimit, në Goodies Farm gjendet çdo gjë që hahet, pa konservant, pa kimikate, gjërat natyrale. Kemi plotësuese përveç tyre, kemi plotësuese edhe gjërat të tregut agroushqimor, për të cilat në Shqipëri është vërtet shumë e vështirë të gjenden. Do me thënë, flasim për mollët e Korçës për shembull, është një artikull që është shumë i mirë, po vetëm ato 2 muaj. Po. Pjesën tjetër të vitit jemi të detyruar ta mbulojmë me produktet që vijnë nga jashtë, por duke zgjedhur gjithmonë cilësinë më të mirë. Pra, produktin cilësia A, në mungesë të domates së sezonit, jemi jashtë sezonit, ne do marrim një domate që vjen nga Spanja ose nga Greqia, por duhet jetë cilësia më e mirë. Marian, pas hapjes së pikës së parë, që është pak a shumë në qendër të Tiranës së Re, erdhi dhe hapja e kësaj pike të dytë, ku ne ndodhemi bashkë aktualisht që zhvillojmë këtë intervistë në zonën e komunës Parisit. Si e zhvilluar, pra si erdhi hapja dhe kësaj pike të dytë? Ishte domosdoshmëri, ishte kërkesë e klientelës? Hapja e pikës dytë më shumë ishte rëmuja që krijohet në pikën e parë. Pra pika e parë është ajo pika është nëna. Dhe atje ka një fluks
shumë të madh klientësh dhe pika është shumë e vogël. Dhe arriti një moment që nuk e përballonte dot. Domethënë stafi dhe sipërfaqja shumë e ngushtë nuk e përballonte dot fluksin e klientëve dhe u detyruam që të bëjmë një pikë që të shkarkoj sadopak dhe kërkesat e klientëve të kësaj zone kanë qenë persistente, domethënë u bë shumë kohë që kërkonin që ne të afroheshim. Po, Marian, na përmendni edhe pak produktet bio ose organike që ju trajtoni. Ta nisim nga perimet, frutat, prodhimet e mishit, pulat e fshatit dhe nën produktet e bulmetit. Tani tek pjesa e frutave është pika jonë më e dobët, që përveç frutave të pyllit dhe në sezonin e luleshtrydhes, që kemi luleshtrydhen farën autoktone shqiptare, pjesa tjetër është shumë e vështirë për të mbuluar në territorin shqiptar. Për sa i përket fjalës organike. Po, ndërsa të tjerat? Për pjesën e perimeve, neve kemi disa fermerë, po që jemi me 2 fermerë kryesorë, që është një në Shijak dhe një në Kashar, të cilët punojnë kryesisht për dyqanet tona dhe me produktet që nxjerrin janë, po flasim vetëm për produktet e sezonit, janë cilësia më e mirë, organike, pa kimikate, pa plek kimik, zero plek kimik. Hormone, pastaj s'bët fjalë, jo. Jemi shumë të fortë tek perimet në sezonin përkatës, për secilin perim. Për pjesën e bulmetit, pastaj besoj se jemi shumë krenar që e themi, bulmetin që kemi në dyqanet tona është 100% natyral, merret qumshti, përpunohet pa asnjë lloj shtese, pa asnjë lloj kimikati, pa asnjë lloj aditivi, pa asnjë lloj konservuesi, as krip nuk përdorim. Pra, tek bulmetrat ton nuk ka as krip për ta ruajtur që bulmetit ketë një gjatësi më të madhe. Gjizën, gjalpin, djathin e napës, janë pa krip. Salca kosi, xhaxhiqi, kosi është pa konservant, prishet për 7 ditë thartohet. Qumshti është pa konservant, për 5 ditë, 6 ditë prishet, prihet. Shumica e produkteve të bulmetit tek ne janë furnizime ditore. Vjen sot, shitet sot. Maksimumi nesër. Dhe kjo na ka dhënë shumë besueshmëri edhe te klientët, sepse një klient vjen e blen qumshin e harro 4 ditë frigorifer, ditën e 5 i prishet. Kjo nuk ka vend as për dyshime, nuk të le vend as për asnjë lloj eludimi. Pjesa e bulmetit ne jemi vërtet nga, mund të them, s'du ta përmend fjalën më të mirët, se kam qef ta. Marian, po të gjitha këto produkte organike, si perimet, ose në produktet e përpunimit të qumshit, pra bulmetrat, ju operoni me zonën e Shijakut, apo jo? Po. Pra fermat ndodhen atje që ju i bleni dhe i traktoni për klientët tuaj. Kryesisht në zonën e Shijakut, marrim edhe nga zona të tjera, për shembull gjalpin kemi marrë edhe nga Zagoria, marrim edhe nga Tropoja. Domethënë mundohemi që të marrim sasi plotësuese në përvende që janë sa më pak të kontaminuara, sa më larg tymrave qendrave urbane. Për të pas një cilësi sa më të mirë. Por kryesisht operoni me zonën e Shijakut. Kryesisht me zonën e Shijakut. Me zonat rurale. Baza është në Shijak. Po gjithmonë po flasim në baza ishte në Shijak kur neve kishim një qarkullim më të vogël se kaq. Tani duke u rrit puna, neve po zgjeruar dhe gjeografinë. Po gjejmë nën produktet e qumshtit natyrale dhe në disa zona shumë thella, cilat kanë produkt super cilësor. Po, Marian, a mund na përmendni disa nga bashkëpunëtorët më të ngushtë, më jetë gjatë deri tani në sipërmarrjen tuaj në Goodies Farm, që operoni kryesisht në Shijak, por edhe në treva tjera? Kemi disa fermerë, do me thënë fermeri
më kryesor joni që është 100% në funksionin tonë, janë pulat e fshatit që i kemi në zonën e Pjezës, afër Arapajt. Është ullishte certifikuar organike prej 12 vitesh, ose 13 vitesh. Ullishtja nuk ka asnjë lloj sperkatje, domethënë nuk është e certifikuar organike. Pulat kullosen në natyrë. Vetëm me barin që ka përreth, degët e ullive, kokrat e ullive kur bien, pjesën e ushqimit plotësues kanë vetëm misër të bluar, shumë pak sojë. Pra, e gjithë ferma është në funksion të dyqanit. Po për të pasur një kompletim të banaqeve tuaja, këtu në 2 pikat tuaja, si ajo në qendër Tiranës së Re, por edhe këtu në komunën e Parisit, një zonë në zhvillim e sipër kjo, është të bërë një Tiranë e dytë këtu, ju nuk harroni të merrni dhe në produkte të tjera, siç janë verrat, ose rakit, ose shurupat të ndryshme që keni pas jush. Tek verrat, neve jemi fanatik shumë të mëdhej të promovimit të verrave shqiptare. Pra të gjitha këto janë madje në Albania. Nëse vjen re, në dyqanin ton, çdo produkt është prodhim shqiptar, përveç produkteve egzotike, të cilat jemi detyruar t'i mbajmë për të plotësuar gamën që klienti mos të mbetet pa ananas kur e don, domethënë. Kjo është ideja. Përveç atyre, çdo gjë që është në dyqan është produkt 100% shqiptar dhe nuk kemi bë asnjë lloj kompromisi me këtë pjesë, nuk kemi marrë asnjë lloj vere të huaj, asnjë alkool të huaj, asnjë perim të huaj, asnjë frut të huaj kur neve arrin të prodhohet në Shqipëri. Domethënë neve kemi asparagun e kemi vendi. Se kur prodhohet në Shqipëri e kemi vendi, nuk marrim importi. Argjinaren e kemi vendi, nuk marrim importi. Verat, siç e thash, alkoolat e rënda, gjini, konjaku, rakit të ndryshme, amaro, janë gjitha prodhim 100% shqiptare. Mund të përmendim edhe mjarte të llojeve të ndryshme përsëri shqiptare. Gjitha 100% shqiptare dhe të vlerësuara nga laboratori dhe ne si më cilësore të mundshme në tregun tonë. Marian, në vazhdim të emisionit Gjurmët, që jemi së bashku, do t'ju lutesha do ishte kënaqësi për mua, por edhe për teleshikuesit e emisionit Gjurmët, që ta bëjmë më konkrete këtë emision, të na shoqëroni edhe në fermat ku ju operoni në Shijak, ku merrni lëndën e parë, perime, fruta, në produktet e qumshit, pra bylmetet, por edhe këto pulat e fshatit. Të shkojmë atje ta bëjmë më konkrete emision. Për arsyet edhe të kohës që kemi pak të ngushtë, mund të shkojmë ke 2 pikat kryesore që kemi, që merret me pjesa e perimeve dhe pjesa e pulave të fshatit, që t'i vizitojmë nga afër, dhe të krijoni edhe ju një ide dhe ta merrni atë kënaqësinë e natyrës në teren. Faleminderit. Faleminderit juve. Të nderuar teleshikues të emisionit Gjurmët, u ndodhem në zonën e Shijakut. Pikërisht në fushat që janë pas meje, kultivohen perimet, mbashtohen baktit, të cilat sjellin qumshin, i cili më pas përpunohet për t'u tregtuar më pas nga Goodies Farm në kryeqytet dhe pikërisht në 2 dyqanet e saj që ndodhen në Tiranën e Re.
shihni gjithë produktet që janë në serë, gjithë të mbjelljet janë komplet prodhim natyral që përdoret për gjithë nevojat e dyqanit, i gjithë sasia që del nga sera vjen në dyqan dhe bëhet me kujdes çdo etapë që ndiqet për mbjelljen dhe pjalmimin bëhet me kujdes që mos të arrijnë fare të përdoren as pesticide, as kimikate dhe as hormone. Dhe pjalmimi bëhet nëpërmjet bletëve që, siç e shikoni, janë në serë. Pra kjo pjalmimi bëhet në mënyrë që produkti të jetë natyral. Ndodhemi në Shijak të sera, tani po ju tregoj pak procesin e spërkatjes. Spërkatjen që bëhet në këtë serë është me sapun Marseille, që është sapuni natyral, sodë buke, uthull molle dhe krip. Të gjithë element që neve i përdorim edhe në kuzhinën tonë për të qenë sa më natyral. Kjo është ullishtja, kjo mbrapa që rriten pulat e fshatit, është prej 12 vitesh e certifikuar organik dhe këtu pulat dalin në gjes dhe kthehen darkë. Ka vetëm shtesë në recetën e menus pulave, ka vetëm misër, pasi vetëm e barë është shumë e vështirë të marrin peshë dhe të mbijetojnë. Pra, pulat në këtë terren janë pothuajse 90% të egra. Çfarë gjejmë vetë, konsumojnë. Mishin e kanë shumë të fortë. Kjo për arsye se bëjnë shumë kilometra. Po t'i vesh GPS-in pulës 100 kilometra në ditë e kanë gjitha të sigurt. Pra, kushdo që konsumon pula fshati dhe e njeh si mishi i pulës fshatit është shumë më i fortë me muskuj dhe normalisht që kërkon të marrë një valë të zihet. Është mishi më cilësor i mundshëm. Kjo për dy arsye, për arsye se mishi i pulës njihet që ka vlera shumë të mira dhe është shumë i tretshëm për organizmin, dhe e dyta për arsyen se ka ngrënë gjithçka, është komplet natyrale 100%, siç e ka bërë Zoti. Lilo, falenderit dhe ju që pranot thesën e emisionit Gjurmët. Ju jeni bashkëthemeluesi tjetër i Goodies Farm. Në Çrethana u njohët me Marianin dhe si nisi bashkëpunimi juaj? Atëherë me Marianin ne jemi miq prej vitesh. Bashkëpunimi ka lindur gjatë diskutimeve që ne kishim për ndonjë ide për startup, duke parë edhe zhvillimin që
ky sektor që ne sot po zhvillojmë prej 7 vitesh, kishte në Europë edhe në vendet e zhvilluara, pjesa e sektorit të bio-organic shopëve. Dhe gjatë këtyre diskutimeve ne vendosëm që të nisnim diçka të vogël, një ferm, ku nisëm të prodhonim disa produkte specifike që kishim dhi, kishim shpen të llojeve të ndryshme, pata, rosa, pula. Për çfarë viti bëhet fjalë? Bëhet fjalë për vitet 2017, kur ne kemi filluar të hedhim gurët e parë të themelit për krijimin e Goodies Farm. Kemi nisë që në 2017 me këtë emër, i cili më mbas u transformua në dyqan fizik më pas që gjithë klientët mund të vizitojnë sot. Lilo, me sa kuptova, ju merrni më shumë me anën financiare të 2 pikave të Goodies Farm. Cila është puna juaj konkrete? Nisur dhe nga arsimimi që unë kam, që vi nga arsimimi në fushën e financës. Unë jam ai mbështetësi në prapavi i Marianit dhe mua më shumë i njohin furnitorët, se unë jam personi që merre me likuidimet, me pagesat edhe me gjithë pagimin e taksave shtetit, me gjithë transaksionet që dy dyqanet tona kanë, karshi shtetit apo ndaj palëve të rreta. Po. Dhe stafi, besoj edhe stafi është në menaxhimin tuaj, apo jo? Pak a shumë? Pavarësisht se ju keni demokraci të plot me bashkëortakun tjetër? Patjetër, duke qenë se siç e përmenda edhe më herët, me Marianin jemi miq prej vitesh, gjithë secili prej nesh ka gjetur atë vendin e vet dhe ka zgjedhur të bëjë ato detyrat e veta, po për sa i përket stafit, fatmirësisht mund të jemi nga pak kompani që mund të themi që kemi një staf shumë energji, që përbëhet nga goca dhe çuna të moshave të reja që janë shumë të përkushtuar ndaj kësaj pune. Normalisht neve bëjmë maksimumin tonë që t'i stimulojmë që ato të paguhen më mirë, të kenë kushte më të mira pune dhe gjithçka që ne mund të bëjmë që ato të jenë të kënaqura me ambientin e punës. Po, dhe të vinë me gëzim punët, punë me përkushtim. Po për oraret e pikave tuaja të tregtimit që janë 2 në Tiranën e Re? Atëherë, dyqanet tona kanë hitin orar të ushtrimit të aktivitetit, dyqanet hapen në orën 8 mëngjesit dhe mbyllen në orën 9 darkës, nga e hëna deri ditën e shtunë. Ditën e diel kemi një përgjysmim të orarit, pra punojmë nga ora 10 deri në orën 6 mbasdite. Po furnizimi me këto produkte organike si bëhet? Pra i përditshëm, e ceku pak edhe Mariani, por organizoni ju këtë punë. Veprimtaria jonë është në 70% saj është e fokusuar te produktet që janë të freskëta, edhe vetë këto lloj produktesh të detyrojnë që furnizimet jenë ditore, duke filluar që nga fruta perimet, nga bulmeti, mishi, shpendët dhe gjithçka tjetër. Vetëm një pjesë e vogël e produkteve janë produkte që nuk janë produkte të freskëta, pra që nuk mund t'i kategorizojnë të freskëta, që mund të kenë një periudhë, po themi javore apo 2 javore që mund të furnizohemi. Për sa i përket shumicës produkteve, furnizimet janë ditore dhe klientët tanë dinë shumë mirë këtë pjesë. Po, edhe një sekret i kësaj pune, furnizimi bëhet nga furnitorët e firmave që bashkëpunoni ju, apo janë automjetët tuaja? Si e kryeni këtë? Fillimisht, ky ka qenë një nga ato sfidat që bashkë me Marianin kemi kaluar në fillimet në hapat e parë të biznesit, sepse nuk kishim volumet dhe nuk kishim sasitë e produkteve që furnitorët, po themi lokale apo këto mini fermerët të cilët ne jemi të orientuar që të bashkëpunojnë, që të justifikonin transportin deri në dyqanin tonë. Me kalimin e viteve, duke qenë se u bën dhe 2 pika të tregtimit të këtyre produkteve, furnitorët e sjellin vetë me automjete që janë konform transportit, po themi, të produkteve të freskëta me mjete frigoriferike, na i furnizojnë të dyja dyqanet. Po, Lilo, dhe së fundmi, si e shikoni bashkëpunimin tuaj me Marianin dhe a mendoni që në një të ardhme shumë të afërt do zgjeroheni edhe me një pikë tjetër? Cilat janë planet tuaja? Nisur nga historiku i zgjerimit të Goodies Farm, u deshën 6 vite që neve të arrinim në pikën ku të diskutoj hapja i pike të dytë. Kjo erdhi si pasojë mbi ngarkesës që ne kishim tek dyqani i parë. Sipërfaqja ishte shumë e vogël, stafi, klientët, ne po vinim re për një periudhë prej 6 muaj ose 1 viti që ne nuk po arrinim dot që t'i përpunonim atë volum pune që ne kishim aty.
qoftë me stafin, qoftë me hapësirën edhe qoftë me produktet e ekspozuara. Dhe vendosëm që të hapnim një pikë tjetër që të përmirësonim cilësinë e shërbimit ndaj klientëve tanë, duke qenë se klientët e Goodies Farm janë klientë pak më specifik, edhe produktet duan çik për kujdesje, shërbimi, shpjegimi i produkteve karshi këtyre klientëve kërkon kohë dhe u vendos të hape kjo pikë e dytë. Tani hapja i pikë të tretë do kërkonte shumë impenjim nga ana jonë, duke qenë se produktet janë me prodhim të kufizuar, mund të themi limited edition, pra është kollaj që të hapesh një market, po themi të standard. Dhe është pak e vështirë që të hapesh një market tjetër apo të zgjerosh pranin një dyqani organik, sepse edhe prodhimet që ne tregtojmë kërkojnë dhe ato një planifikim paraprak për sasitë që do duhet për t'i mbuluar gjithë rrjetin e dyqaneve që ne kemi aktualisht. Kështu që mendojmë se ky sektor ka goxha të ardhme, njerëzit kanë filluar që të përkujdesen jashtëzakonisht për sa i përket produkteve që konsumojnë, pra më mirë konsumojnë më pak dhe konsumojnë një produkt sakt, se sa të konsumojnë produkte që përmbajnë konservant, që janë jo të janë të tipit OMG. Po, pra, dhe kjo është baza e punës tonë të përditshme. Kështu që shpresojmë që ne të zgjerohemi si aktivitet, pavarësisht se jemi goxha të kënaqur me numrin e klientëve që ne kemi dhe me emrin e mirë që kompania jonë zotëron në treg. Dhe mbi të gjitha ju e dini që në kryeqytet jeni unikal në këtë lloj tregtimit të produkteve bio, apo jo? Po, mbas kaq kohësh, mbas 7 vitesh, mund ta themi me krenari, domethënë që së bashku me Marianin kemi arritur që të ndërtojmë një brand totalisht unik që në përbërjet vetë tregton artikuj që janë 100% shqiptarë, që janë natyral, që ne i konsumojmë vetë në familjet tona, që i japim fëmijëve tanë. Dhe kjo ka qenë si pasojë i mundi sakrifice që ne kemi bërë gjithë këto vite dhe falë Zotit na është përblyer dhe mund të themi me plot bindje që është një nga dyqanet më unike që ekzistojnë në Tiranë dhe në gjithë Shqipërinë, mund të themi. Lilon, falenderoj dhe juve për këtë intervistë të sinqertë dhe ju uroj suksese juve dhe ortakut tuaj Marianit. Falenderit shumë. Falenderit. Të nderuar teleshikues të emisionit Gjurmët, tu i ka ardhur fundi minutave të emisionit ton për ditën e sotme. Ju kujtojmë se ishim në intervista ekskluzive me bashkëthemeluesit e Goodies Farm. Gjithashtu, vizituam edhe bashkëpunëtorët e tyre në zonat rurale të Shijakut. Për të gjithë ju që na ndoqët, faleminderit për vëmendjen tuaj dhe mirupafshim në emisionet të tjera.